Pas vendimit të formës së prerë, ndërmarrja Prishtina Parking nuk do të ketë më të drejtë të vendos gjoba, të bllokoj makina apo edhe të urdhëroj bartjen e automjeteve. Të gjitha veprimet ndërshkuese të ndërmarra në të kaluarën në mungesë të një akti administrativ mund të konsiderohen të palehtëshme dhe të hapin rrugë për kompenzime ligjore. Në një akt gjykim të formës së prerë, Gjykata Supreme e Republikës së Kosovës ka vendosur të shfuqizojë disa dispozita të rregullores për organizimin dhe shfrytëzimin e parkingjeve të komunës së Prishtinës, duke konstatuar se ato janë në kundërshtim me kushtetutën, me ligjet në fuqi dhe me standardet ndërkombëtare për të drejtat e njerëzit. Aktgjykimi i lëshuar në prill të këtij viti erdhi pas padisë së parashtruar nga organizata jo qeveritare Qendra për raste gjyqësore ndaj ndërmarrjes publike Prishtina Parking. Dispozitat e kontestuara përfshin ndër të tjera mundësinë e bllokimit të veturës pas 10 minutave nga momenti i parkimit, vendosjen e tarifave vetëm përmes telefonit, si dhe penalizimin në të ashtu quajturat vend parkime ilegale. Sipas gjykatës, këto dispozita shkelin parimet e proporcionalitetit, mosdiskriminimit, sigurisë juridike dhe të drejtës për pronë, privatësi dhe lëvizje të lirë, të garantuara me kushtetutë dhe me Konventën Evropiane për të drejtat e njerëzit. Asnjë ndërmarrje publike nuk ka të drejtë të kufizojë lirinë e lëvizjes ose të ndërhyjë në pronën private të qytetarëve, në mungesë të një baze ligjore të qartë dhe të një procedure të rregullt administrative, thuhet në aktgjykim.